Për të gjithë ju të pasionuarit pas golfit, natyrës dhe shoqërisë së mirë shqiptare, shoqata Albanian Families Association of Toronto ka një lajm të bukur. Më 1 qershor organizohet turneu i përvitshëm i golfit, kësaj radhe në Carls Isle, një vendodhje e volitshme pasi është pothuajse i baraslarguar nga GTA, Hamilton dhe Kitchener, pra pikërisht aty ku është edhe përqendrimi më i madh i bashkëdhetarëve tanë në jugun e Ontarios. Siguroni pjesëmarrjen tuaj duke u regjistruar sa më parë. Kontaktoni njërin prej organizatorëve në numrat e telefonit që kemi shfaqur në ekran. Annual Afat Golf Tournament është një histori suksesi, sepse nuk është fjala thjesht për golf, por edhe për të shijuar natyrën dhe motin e bukur, për të bërë njohje dhe miqësi të reja shqiptare. Në çmim është përfshirë dreka, pjesëmarrja në turnament, karrot elektrike si dhe darka. Më 1 qershor pra, duke filluar prej orës 10 paradite në Carl Isle Golf Club.